Pas të kalimit të sëmundjes së murtares tek të njëjtat vitin e kaluar, Shërbimi Veterinar të Qarku Shkodër siguroi se aktualisht nuk ka më shqetësime për sa i përket sigurimit të baktive dhe shpendëve. Sipas përgjegjësit të këtij shërbimi, Mark Preçi, janë kontrollet e vazhdueshme ato që dëshmojnë këtë siguri. Pas kësaj situate nuk kemi asnjë rast të dyshuar, asnjë rast pozitiv për sa i përket kafshëve timta. Dhe kemi situatë shtetësore domethënë normale dhe ne po vazhdojmë punën normalisht, kryesisht me inventarin e fermave, duke përcaktuar lëvizjen e kafshëve dhe me masat veterinare të parashikuar për vitin 2026. Preçi thotë se si fermat e licencuara ashtu dhe të tjerat nuk mbeten jashtë kontrolleve. Me shtetur në ligjin për inspektimin edhe ligjin 10465 për Shërbimin Veterinar të Republikës së Shqipërisë, ne ushtrojmë kontroll në të gjitha fermat që janë domethënë të vendosur në Qarkun Shkodër, në të 3 rrethet. Fermat e cilët janë të licencuara, pra mbajtje trajtimi i kafshëve kërkon sidomos një licencë zyrtare, i ne shtrojmë kontrolleve me grupin inspektimit edhe mbështetur një protokoll kontroll që është i detajuar dhe është modeli tipit evropian, ku janë të përshkruar gjitha kërkesat ligjore kundrejt kësaj ferme. Për sa i përket fermave që nuk kanë nevojë për licencë, por që mbështetojnë kafshë, ato i nështrohen zyrtarisht jo më pak se 10% të fermave, por duke qenë se ne aplikojmë masa veterinare në të gjitha krerët, për shembull marrë tuberkulozin, gjurimin për tuberkulozin gjallë, detyrimisht të gjitha fermat kontrollohen, se veterinari shkon për të kryer një masë veterinare, natyrisht edhe shef edhe problemet e bisigurisë, gjendje shtetësore të kafshëve etj. Mbi këtë bazë rezulton që të mos ketë probleme, thekson Preçi. Absolutisht nuk ka asnjë shqetësim, nuk ka asnjë informim se fermerët raportojnë po të kenë probleme. Dhe e dyta pastaj do të kemi parasysh se ne përveç këtyre, domethënë inspektimeve zyrtare që bëjmë në fermat licencuara dhe inspektimet që bëjmë në gjitha fermat tjera, për shkak të masave veterinare që aplikojmë, do të kemi parasysh se ne kemi edhe një plan të detyruar të planin kombëtar të monitorimit të mbetjeve. Që do të thotë ne kontrollojmë produktet me origjinë shtazore për prani të mbetjeve mbi normë. Në Qarkun e Shkodrës janë të regjistruar 33.300 fermer me 40 ferma të licencuara blegtorale dhe shpendësh.